Me fundit fare, diçka do të pyes për monedhën e përbashkët europiane euro. Fundi tetorit, gati nëntor, por sërish nivele shumë të ulta. Nuk di pse vijon të ndodhe dhe çfarë është leku i fortë, do thonë. Leku i fortë, po. Patjetër, ajo për kthehet. Do të thotë që ne kemi një sasi euro në treg në qarkullim për vend si Shqipëria, më thonë të frikshme. Të frikshme. Dhe të mos harrojmë deklaratën dhe dhënat që na e Banka Qendrore, dhe tha dhe guvernatori në konferencë para një javë në Mozaboj që Banka Qendrore ka tërhequr nga tregu, ka blerë pra rreth 980 milion euro në këtë vit. Do të imagjinoni se çfarë ka. Duke llogaritur dhe informalitetin. Vetëm kaq i ka blerë Banka Qendrore. Eksakt, llogaritet që të jenë dy fish i kësaj. Dhe për sa kohë që ne do të kemi një fluks të këtill të madh të euro, sidomos në pjesën cash, do të thotë llogaritet që në Shqipëri paraja cash të jetë rreth 4 deri në 4.2 miliard euro në vit. E gjitha, jo vetëm euro, po e gjitha, po e konvertuar në vlerën euro. Është një shifër e madhe. Dhe ndoshta një nga arsyet se po shtyn qeverinë edhe drejt pjesës së asaj quhet cashless, pra përdorimit paras në formë jo cash, është edhe lufta ndaj pikërisht këtij lloji informaliteti. Ergjes, faleminderit. Faleminderit kënaqësi, edhe i mbritur gjithmonë në program, mbi gjitha një sqarim shumë mirë detajuar, në fakt besoj edhe për ata që na kanë ndjekur tek çështja e pensioneve. Ditë e fundjavë të mbar ju uroj. Gjithashtu edhe ju. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, mbritëm në fund programit Shtypi i ditës dhe ju mëngjesin e kësaj të premte, vijoni me Report Televizion, mirë pas pak me Rezedilli, ju uroj shikim të këndshëm e miru takofshim së bashku. Paraditja në Report